Apeli im për gjithë qytetarët e Korçës është që ka ardhur momenti i ndryshimit. Suela Ngjela është një vajzë e lindur dhe rritur në qytetin e Korçës, ku ka marrë si mësim më të rëndësishëm forcën e karakterit dhe rëndësinë e arsimit. Në një intervistë për CNA TV, Suela Ngjela tregon shumë detaje nga jeta e saj, betejës më të madhe kundër kancerit dhe angazhimin e saj për herë të parë në politikë si kandidate për deputete të qarkut të Korçës për Partinë Social-Demokrate. Pas shumë vitesh karrierë në qytetin e lindjes, ajo u largua nga Korça në moshën 30 vjeçare për arsye familjare, duke ndjekur rrugën e emigracionit. E diplomuar në psikologji klinike, ajo ka qenë prej vitesh pjesë aktive e shoqërisë civile, si një zë i të pambrojturve, një mbështetje për ata që përballen me sfida sociale, psikologjike apo shëndetësore. Suela Ngjela është një vajzë e lindur dhe e rritur në qytetin e Korçës nga dy prindër të thjeshtë të klasës punëtore. Një ndër gjërat më të forta që më kanë dhënë prindërit është karakteri i fortë dhe që nuk duhet të dorëzohesha, sigurisht dhe arsimi im. Unë jam lindur në Korçë, kam pasur një karrierë gjatë në qytetin e Korçës, derisa në moshën 30 vjeçare pas martese jam larguar nga qyteti i Korçës për arsyet e mia familjare dhe jam drejtuar emigracionit. Kam përfunduar studimet në psikologji klinike, prej shumë vitesh pjesë e shoqërisë civile si aktiviste, jam nën, jam bashkëshorte dhe ajo çfarë më motivon më së shumti në jetë është që të bëj ndryshime dhe unë ndryshimin e kam filluar me veten time. 4 vite më parë, ajo është përballur me një nga sfidat më të vështira të jetës, diagnostikimin me kancer. Pas një betejë të gjatë, ajo ka arritur të shërohet dhe konsideron këtë përvojë si një pikë these jetësore. Profesioni i saj si psikologe e ndihmoi të përballonte emocionalisht situatën dhe të gjente forcën për të vazhduar përpara, duke besuar fort se çdo e mirë që bëjmë na kthehet një ditë. Para 4 vitesh, unë jam diagnostikuar me kancer, por që tashmë jam e pastër, falenderoj Zotin, e kam fituar betejën. Ka qenë një histori realisht e dhimbshme dhe kam përshtypjen për të gjitha nëna terminale që vuajnë nga një sëmundje e tillë. Është një situatë shumë shokuese në jetë, por që gjithmonë duhet të dish të gjesh kurajën dhe forcën të vazhdosh përpara. Dhe unë e gjeta forcën, së pari gjeta forcën tek vetja ime. Nëse nuk do kisha qenë psikologe, me vështirësi se ndoshta ta kisha fituar betejën, por besoj shumë në Zot, besoj shumë në ato parimet morale dhe them se në jetë gjithçka që ti bën mirë të kthehet. Edhe ajo e keqja të kthehet në një formë tjetër, por unë besoj gjithmonë që çdo gjë që ne bëjmë kthehet 2 fish, 3 fish dhe Zoti më ka bekuar me jetën edhe me familjen time të mrekullueshme. Përvoja me sistemin shëndetësor shqiptar, sidomos gjatë qëndrimit në spitalin onkologjik, e shtyu Suela Ngjelën të marrë një rol më aktiv në denoncimin e padrejtësive dhe korrupsionit. Ajo nisi të protestonte dhe të ngrej zërin për mungesën e kushteve dinjitoze për trajtimin e pacientëve me sëmundje të rënda. Këshilla e një mjeku të përgjithshëm që i rekomandoi të trajtohej jashtë vendit i shpëtoi jetën. Ajo u largua për trajtim jashtë vendit në Itali, ku mori kujdesin që sipas saj sistemi shëndetësor shqiptar nuk ja mundësonte. Kjo përvojë i dha asaj një mision të ri, përmirësimin e sistemit shëndetësor në Shqipëri. Ka qenë realisht pak e çuditshme angazhimi im në politikë, sepse nuk e prisja dhe unë vetë që do të angazhohesha. Asnjëherë në jetën time nuk kam qenë pjesë në një forum politik, nuk kam qenë ndonjëherë në një organizate politike, e freshit ose institucioneve përkatëse të partive politike, por erdhi si iniciativë brendshme. Domethënë, duke parë eksperiencën time, ajo çfarë unë përjetova në onkologjik, që është një tmerr i vërtet, në një moment caktuar kur unë fitova betejën, thash, ndoshta ka ardhur momenti që ta ngresh pak më fort zërin. Kam iniciuar, kur kam qenë në spitalin onkologjik, skandali çfarë ndodhi atje, kemi iniciuar protestën. Dhe atje kuptova thirrjen e time të brendshme që duhet të ndihmoja nënat e tjera që vuajnë nga sëmundjet terminale dhe për shkak të kushteve të tmerrshme që spitali onkologjik ka. Realisht pacientët shqiptar vuajnë për shkak të mungesës së medikamenteve, mungesës së diagnostikimeve dhe mungesës së monitorimit të rastit. Unë nuk mund të them që Shqipëria nuk ka mjek të mirë, këtë nuk e them dot, që ka mjek të korruptuar, po. Por unë e kam jetën pa një mjeku shumë të përgjegjshëm që sapo më pam tha duhet largohesh nga Shqipëria. Dhe unë largova më një herë jashtë Shqipërisë në Itali, atje u mjekova për disa vite rresht. Kanë qenë vite sfiduese për familjen time, por që para jetës nuk të hyn në sy asnjë gjë dhe jeta është realisht shumë e shtrenjtë. Dhe atë sistemi shëndetësor që unë pash në Itali, e kisha thirrje të brendshme ta krijoj
këtu në Shqipëri. Ka ardhur momenti të themi stop korrupsioni në nivelet larta të shëndetësisë dhe në çdo qelisë të shtetit tonë. Sot ajo është një kandidate për deputete në qarkun e Korçës në siglën e Partisë Social-Demokrate, me një fokus të veçantë në çështjet sociale dhe shëndetin mendor, fusha të cilat i njeh nga afër jo vetëm profesionalisht, por edhe si qytetare. Ngjela synon të sjellë në politikë një model të ri përfaqësimi. Kemi në programin tonë çështje sociale dhe është fusha në cilën unë e plotësisht sepse jam psikologe klinike dhe sigurisht që shikoj që një ndër gjërat më të rëndësishme që duhet realisht të ndryshojë është shëndeti mendor. Për shëndetin mendor kemi turp të flasim, pavarësisht se këto vitet e fundit shohim ndryshimet, por shtresat në nevojë, për shembull, për pensionistët, për tetraplegjikët, për të smurët kronik, për të smurët me smundje terminale, shëndeti mendor duhet të futet si pjesë të programit. Përmes angazhimit në terren, ajo ka fituar përkraje të gjerë në qarkun e Korçës. Ngjela e sheh kandidimin e saj, jo si ambicie personale, por si një përgjegjësi për të përfaqësuar ata që nuk kanë zë. E shoh atë frymën që sa mirë do të votojmë të duam ndryshimin, më në fund dikush që do të luftoj për të drejtat tona, për nënat, për shtresat në nevojë dhe e shoh që ndoshta ka ardhur momenti që të përfaqësohem në politikë. Dhe unë mendoj se një ndër gjërat që mua më karakterizon është të jem e drejtë dhe të bëj gjërat drejt. Dhe njerëzit që më njohin nga afër e dinë që i bëj gjërat në mënyrën më të drejtësishme. E shoh në terren përqafimet, mbështetësit, në rrjetet sociale, shoh sa shumë më shkruajnë dhe realisht ndihem shumë e privilegjuar, por ne shohim në terren. Ne jemi në fshatrat më të thella, ne jemi në Lekas, ne jemi në Arës, ne jemi në Sheqeras, ne jemi në Boshaj, në Shëntir, në ato qarqe që nuk shkon më jo makina, por nuk shkojnë dot as ne, dhe ne jemi me qytetarët. Fushata e ekipit të Partisë Social-Demokrate në Korçë ka pasur jehon pozitive në media. Puna në terren, në fshatrat më të thella dhe të harruara të qarkut të Korçës ka nxjerrë në pa mungesën e shërbimeve dhe përvojën për një përfaqësim të denjë të komunitetit. Ajo thekson rolin e liderit të PSD-s, Tom Doshin, si një figurë mbështetëse për shtresat në nevojë. Realisht ardhja e kryetarit të Partisë Social-Demokrate Tom Doshi sigurisht që zgjoi shpresat për korçarët. Në Korçë nuk është se njihet shumë figura e Tom Doshit, këtij politikani që ka përshtypjen që ka dhënë shumë për gjithë Shqipërinë, është një filantrop, ka ndihmuar pafund shtresat në nevojë, njerëz të cilët kanë qenë pa zë, pa miq, ai ka qenë atje për t'i ndihmuar. Suela Ngjela nuk është thjesht një emër i ri në politikë. Kandidatja korçare përfaqëson një histori reale, një grua që ka kaluar përmes dhimbjes, që ka luftuar për jetën dhe tani lufton për të tjerët, me një përkushtim të sinqert ndaj shëndetit, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor, ajo sjell në skenën politike një zë të guximshëm. Në një kohë kur besimi i qytetarëve te politika është i lëkundur, Suela Ngjela ofron një alternativë që buron nga përvoja dhe humanizmi, një model i ri shërbimi publik që ngrihet mbi vuajtjen, por edhe mbi shpresën.